Me lidhë dhe me muajin e ardhshëm ku na pret edicioni i rasti lojra mesjetare që zhvillohet në Taranto të Italisë e ku ekipi i Kosovës do të marrë pjesë me rreth 200 sportistë, ku do të kemi numër rekord sportistësh e pikërisht në Taranto do të bëhet dorëzimi i flamurit për Kosovën si mikpritëse e lojra mesjetare Prishtina 2030. Ne synojmë që në Taranto ku do të marrin pjesë me rreth 20 sporte, përfshirë për herë të parë sportet ekipore siç është volejbolli, handbolli, futbolli me 2 grup mosha dhe handbolli, edhe basketbolli me 3x3. Po shpresoj që do të paraqitemi densisht dhe do të lëmë gjurmë edhe në renditjen e medaljeve, duke thyer atë tabun ku kemi fituar vetëm medalje nga judo dhe herën e fundit edhe me Shpetim Bajokun në boks. Unë uroj që sportet tjera do të kemi përfaqësim të mirë. Dhe të përfaqësohemi duke fituar sa më shumë medalje, se jo. Cili është roli i federatave në këtë drejtim? Roli i federatave është që t'i përzgjedhin sportistët më të mirë, që koordinohen me Komitetin Olimpik